Veprimet që duhet të ndërmarrë Kosova në funksion të rikthimit të dialogut të planifikuar strategjik me Shtetet e Bashkuara kanë qenë temë diskutimi në takimin që presidenti Vjosa Osmani ka pasur me zëvendës sekretarin e Shtetit të SBA-s, Kristofer Landau. Në shtator, ambasada SBA-s në Kosovë njoftoi se veprimet e qeverisë udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Diskutuam edhe për një sër çështje tjera për të cilat është e domosdoshme që të kemi koordinim të plotë dhe të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleat ynë më i rëndësishëm strategjik dhe në të njëjtën kohë hapat përpara dhe veprimet që duhet të ndërmarrim në mënyrë që dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rikthehet. Natyrisht që ne kemi besim të plotë në administratën Trump dhe jemi ndër shtetet e para që kemi përkrahur një sër veprimesh të ndërmarra nga presidenti Trump. Tek e përmendi aktin e nënshkruar së fundit nga presidenti SBA-s Donald Trump, ku përfshihet edhe Kosova, Osmani përmendi kufizimet që ka vendosur SBA-ja sa i përket ndryshimit të kufive. Ja shpreha falenderimet e popullit të Kosovës për ligjin që sapo ka nënshkruar presidenti Trump, në të cilin përfshihet edhe Republika e Kosovës dhe jo vetëm, por në veçanti thuhet që nuk do të ketë ndryshim të kufish, pra mbrohet integriteti territorial dhe sovraniteti i vendit tonë, qartësohet se dialogu me Serbinë duhet të bazohet në njohje reciproke për krahët antarësimi në NATO si dhe investimet strategjike në fushën e ekonomisë. Por në aktin e mbrojtjes të nënshkruar nga Trump, shqyrtimi i vendosjes së dialogut strategjik me Kosovën e Serbinë përmendet pasi të jetë përmbushur kushti që del nga dialogu i Brukselit. Pasi të jetë arritur përparimi mjaftueshëm në aneksin e zbatimit, Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë avancimin e iniciativave për të forcuar marrëdhëniet bilaterale me të dyja vendet, çka mund të përfshijë nën vendosjen e dialogëve strategjik dypalësh me Kosovën dhe Serbinë. Edhe pas saktimit të emisarit të ri nga ana BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, deri tash ka munguar përparimin në zbatimin e marrëveshjes së 27 shkurtit dhe aneksit për zbatimin e saj i nënshkruar në orë në mars 2023. Kosova vazhdon të kundërshtojë draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa s'ka zbatim të tërësishëm të marrëveshjeve, edhe me nënshkrimin e tyre, ndërsa Serbia ka vendosur themelimin e asociacionit si parakusht për normalizimin. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht për Kosovën e Serbinë edhe në rrugët përkatëse drejt integrimit në Bashkimin Evropian.